Sot është ditë e shtunë, edhe unë sot kam përbërë kryqin e kuq për patentën. Plus dhe mos ma vini re, janë bërë me shake këto njolla. Po anyway, do bëjmë patentën, do bëjmë kryqin e kuq sot dhe do i marrë me vete gjatë kësaj fundjavë. Good morning nga dita e diel. Unë dje nuk ju filmova shumë, po mbarova kursin e patentës dhe na mbajt vetëm 3 orë dhe jo 6. Pastaj shkova mora nonën edhe kemi ardhur në shtëpi, hangra iftarin dhe praktikisht neta asgjë tjetër. Sot na pret një ditë më gjatë dhe më e bukur. Është data 8 mars, dhe ju uroj çdo gruaje dhe çdo mësuese edhe datën 7 edhe datën 8 gëzuar festat. Dhe po, ne do ikim për vizitë sot tek një afërm jon sepse është fejudh dhe do shkojmë për vizitë atje. Also kam porositë 3 buqeta me lule për mamin dhe nonat, me që i kam afër dhe do ja jap sot. Tani le të vazhdojmë me ditën. Ne më bëm gati, tani do dalim, do pim kafe dhe po. This is the outfit of the day. Kemi ardhur dhe në fundin e këtij vlogu, shpresoj t'ju ketë pëlqyer, do shihemi në një tjetër short.